Qeveria i ka quajtur afera korruptive. Së pari duhet thënë që Kryeministri Rama është mërzitur shumë që populli nuk ja do Berishën. E dyta është kompleksi Berishës për familjen Trump dhe për non grata. Këto janë dy motivet, besoj, që ndërlidhen me njëra tjetrën. E vërteta protesta është që ka zemërat popullore. Është antiqeveritare, është popullore dhe tregon se sa urrëti ka për këtë qeverisje të majtë socialiste që ka qeverisur për 3 mandate dhe është në mandatin e 4 dhe e ka shkatruar vendin me themel. Dhe kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe duhet ja themi qytetarëve shqiptar, në mos e kanë harruar ndonjëherë. Duhet thënë që protesta do të prodhojë efekte politike, me ndryshimin e qeveri, me ndryshimin në kabinet, me dorëheqje. Je bindur 100% që do prodhojë kjo protestë? E hëngri Gjiknuri me studentët, e ka provuar historia e mëparshme protestave që valvula e shkarkimit të protestës është dorëheqja dhe ndryshimi i kabinetit qeveritar. Kush e ka miratuar nga qeveria? Vetëm kryeministri është ai që e ka miratuar projektin. Asnjë ministër tjetër. Mendoj që ministri i Brendshëm ka përgjegjësi të drejtë për drejtë herë në sigurimin e protestës dhe lirinë e protestës si në Zvërnes, por edhe në vende tjera kur është ushtruar dhunë nga civil ndaj protestuesve. Prej vitesh. Pra edhe ky llamallari, si në rastin e Zvërnesit, pa edhe në veri është e njëjta tipologji e dhunës policore, private, ndaj qytetarëve. Dhe Ministri i Brendshëm ka përgjegjësi të drejtë për drejtë. Dhe duhet t'japi dorëheqjen një orë më parë. Por, do prodhojë efekte në qeveri, por edhe në pozitë. Pozita po shkëlqen me mungesën e saj në protestë. Po jo vetëm tek kjo, edhe tek protesta e banorëve të Rjollit. Sot kanë dërguar disa deputet për të treguar që janë dhe ata pro disa çështjeve që ngrihen aty kundër paketës maleve, kundër ligjit të investimeve dhe disa kërkesave të tjera, dhe mendoj që kanë bërë mirë që kanë shkuar. Por Partia Demokratike nuk ka pse bie pre e gjithë komplekseve që ka Berisha ndaj amerikanëve, ndaj familjes Trump, Kushner dhe më thet tash, për heqjen e non gratës. Pra ata e kanë shumë të ngushtë, sepse ju e dini që ka 1 muaj që flitet që do të hiqet non grata. Dhe ai mendon që nëse ai përfshihet në këtë protestë, do të rrezikohet non grata. Por këto janë fantazi që ata i krijojnë vetes dhe mendoj që këto janë vetë sugjestionime. Por e vërteta është që protesta ka shumë zemër, është pa kokë, ka shumë rryma, ka shumë forca centrifugale brenda protestës. Unë isha sot aty, siç kam qenë në gjitha protestat, nga 20 janari, tek teatri, tek Unaza, edhe tek terapisë hormonale isha, po them, këtu emëruesi i përbashkët i kësaj proteste është Edi Rama. Edi Rama ju ka bllokuar rrugën qytetarëve. Ju ka zënë rrugën. Dhe ata e thanë sot në protestë. Na ke zënë rrugën. Edi Rama ju ka zënë rrugën tyre të rive. Nuk i le të jetojnë në paqe dhe si të gjithë të tjerët. Dhe kjo është një problem i madh. Edi Rama duhet të hapi krahun. Bashkë me të majtën, bashkë me Partinë Socialiste. Lavdrim, gjatë këtyre ditëve nuk po diskutohet vetëm mungesa e opozitës në Kshesh në mbështetje të kësaj kauze, por edhe krahasimi që po bëhet me protestat e përditshme të opozitës, në ato që quhen foltore dhe që i organizon çdo të hënë, masivitet dhe me masivitetin e këtyre protestave. Pra, po thonë që opozita